Miq të nderuar, dëgjues dhe shikues të podcastit ton, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin ton të sonte. Në kuadër të ciklit të emisioneve Frymëzimi e etnisë ime në vargje, sonte do të ndajmë me ju disa çaste poetike të veçanta në nder të ditës së verës, festës së bukur të 14 marsit, që sjell gëzim, shpresë dhe ringjallje në shpirtin ton. Sonte përmes vargjeve dhe fjalës poetike do të përpiqemi të përcjellim atmosferën e kësaj feste tradicionale, duke sjellë tek ju emocione, kujtime dhe frymëzim. Me mua si përherë është zonja Prenda Sejdia nga studia në Lezhë, me të cilën do të ndajmë edhe këtë mbrëmje edhe çastet e programit ton. Me këtë rast, një orë poetike kushtuar ditës së verës. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe gëzuar këtë festë. Ju uroj shumë të mira, shëndet dhe suksese për ju, si dhe për gjithë dëgjuesit tanë të dashur. Pra ju miq të dashur, edhe një herë mirëmbrëma, urime dhe gëzuar festën e verës. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emision. Mirëmbrëma, zoti Gzim. Mirëmbrëma të gjithë miqve kudo që janë gëzuar ditën e verës. Sot nuk festojmë thjesht ndrimin e stinëve, por zgjimin e vullnetit. Si thoshte edhe Albert Camus, me zdime mësova se brenda meje gjendej një vere pa mposhtur. Dhe sot ndërsa natyra hap syt, le të hapim dhe ne një kapitull të ri ku drita të peshoj më shumë se hija. Edhe mirë se vini në këtë episod mbushur me diell pranvere. Le të festojmë sot fuqinë e fillimeve të reja mbi fitën. Faleminderit zonja Prenda. Me që neve kemi pikërisht për ditën e verës një historik të shkurtër, sigurisht se do të na lexoj zonja Prenda Sejdia nga Lezhë. Po, me kënaqësi. Historiku. Dita e verës, festa e lashtë e ringjalljes së natyrës. Dita e verës është një nga festat më të lashta dhe më të dashura të traditës shqiptare. Ajo festohet me 14 mars dhe simbolizon fundin e dimrit dhe ardhjen e pranverës, duke sjellë me vete gëzim, shpresë dhe ripërtëritje të jetës në natyrë dhe në shpirtin e njerëzve. Historiku i ditës së verës, origjina pagane. Dita e verës ka rrënje shumë të lashta pagane dhe besohet se ka filluar të festohet shumë kohë para ardhjes së krishtërimit. Ajo lidhet me besimet e hershme të popujve të Ballkanit dhe veçanërisht me traditat e paraardhësve tanë. Origjina ilire. Studiues të ndryshëm mendojnë se kjo festë buron nga besimet e lashta ilire, të cilat adhuronin natyrën dhe ciklet e saj. Ilirët i kushtonin në rëndësi të madhe ndryshimit stinëve dhe ringjalljes natyrës pas dimrit. Prandaj kjo ditë konsiderohej si një moment i rëndësishëm i vitit. Kulti i natyrës dhe i diellit, dita e verës lidhet ngushtë me kultin e natyrës dhe të diellit. Ajo simbolizon largimin e dimrit dhe fillimin e stinës së ngrohtë kur natyra zgjohet. Pemët lulezojnë dhe jeta rifillon me energji të re. Ky përqendrim tek natyra është një nga tiparet kryesore të besimeve pagane të lashtësisë. Fillimi i vitit në kalendarët e lashtë. Në kalendarin shumë të vjetër shqiptarëve, dita e verës konsiderohej si fillimi i vitit të ri. Ajo kremtohej me 1 mars, sipas kalendarit julian, që në kalendarin gjeorgjian përkon me datën 14 mars. Kjo tregon se festa është kremtuar shumë shekuj para lindjes së Krishtit, krishtërimit. Ritualet tradicionale. Shumë nga traditat që ruhen edhe sot kanë origjinë të lashtë, ndër to janë ndezja e zjarreve në mbrëmje, dalja në natyrë në mëngjesin e hershëm, përgatitja e ushqimeve tradicionale dhe vendosja e veroreve. Këto rituale janë të zakonshme në festat pagane që lidhen me ndrimin e stinëve dhe me pastrimin simbolik nga e vjetra për të mirëpritur të rinë. Në këtë mënyrë, dita e verës mbetet një festë e trashëguar nga lashtësia, e cila ka ruajtur deri në ditët tona elemente të forta të besimeve e traditave të paraardhësve,
tanë duke u kthyer në një simbol gëzimit, jetës dhe vazhdimësisë së kulturës shqiptare. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit për informacionet që na dhat pikrisht për këtë ditë, pra ditën e verës, dhe neve miq të nderuar do të vazhdojmë pra. Do të flasim pak për traditën e bukur të ditës së verës. Dita e verës është një festë e mbushur me tradita të bukura që simbolizojnë gëzimin, rinovimin dhe lidhjen e njerëzit me natyrën. Përgatitjet fillojnë që më parë, kur familjet pastrojnë shtëpitë, veshin rroba të reja dhe zbukurojnë ambientet me lule dhe deg të gjelbërta, duke mirëpritur kështu ardhjen e pranverës dhe energjinë e re të jetës. Një nga zakonet më të vjetra është ndezja e zjarreve në mbrëmjen para festës. Rreth tyre njerëzit mbledhen, këndojnë dhe kërcejnë, ndërsa zjarri simbolizon pastrimin nga dimri dhe ardhja e ditës dhe ngrohtësisë së pranverës. Në mëngjesin e 14 marsit njerëzit zgjohen herët, lahen me ujë të freskët dhe dalin në natyrë, për të shijuar ajrin e pastër dhe gjelbrimin, duke përjetuar simbolikisht një fillim të ri. Gjatë kësaj dite zhvillohen edhe vizita në familjare, miqësore, ku shkëmbehen urime dhe dhurata dhe ëmbëlsira tradicionale. Ndër ushqimet simbol të kësaj feste është ballokumja, ëmbëlsira e njohur e Elbasanit, e cila përgatitet sipas një tradite të lashtë dhe shpërndahet me dashuri mes familjarëve dhe miqve. Kështu përmes këtyre zakoneve, dita e verës mbetet një festë që bashkon njerëzit, sjell gëzimin dhe ruan gjallë traditat e bukura shqiptare. Më lejoni që t'i them edhe disa fjalë, sepse shumica nga miq tanë tani më nga brezi i ri nuk e dinë dhe nuk e festojnë pra festën e pranverës, ndërsa duhet të them se ne në Vrinj, pra nga vi edhe unë, dikur këtë festë kemi festuar, pra pikrisht kështu edhe siç u tha. Por tani më këto festa të lashta dhe festa që identifikohen gati me festa pagane, shumica atyre gati janë në harrim, pra shumë pak festohen ose mënyra e festimit të tyre ka ndryshuar dhe diku edhe ka humbur fare. Por ka zona në tokat shqiptare që ende e festojnë, siç është e ruajtur në Elbasan, pra kjo traditë, dhe pikrisht pra këtu edhe po flasim pak më tepër për këtë çështje. Zonja Prenda, mund na thoni diçka për simbolikën e ditës së verës, pra ose verorja? Po, një nga simbolet më të bukura dhe më domethënë se të ditës verës është verorja, një byzylyk i thurur me pije të bardha dhe të kuqe, që vendoset në dorë me 14 mars. Ky zakon i lashtë ruhet ende në disa zona të Shqipërisë dhe përfaqëson shpresën për shëndet, mbarësi dhe një fillim të ri me ardhjen e pranverës. Ngjyrat e verores kanë një simbolik të veçantë. E kuqja përfaqëson jetën, ngrohtësi dhe energjinë e diellit, ndërsa e bardha simbolizon pastërtinë, paqen dhe fillimin e ri. Së bashku, ato shprehin dëshirën për një vit të mbushur me mirësi dhe fat të mirë. Sipas traditës, verorja mbahet në dorë deri në momentin kur shihet dallëndyshja e parë, e cila është shenjë e ardhjes së pranverës. Në atë çast ajo hiqet dhe vendoset zakonisht në një pemë ose në natyrë si një mënyrë simbolike për të lidhur njeriu me ciklin e jetës dhe me ringjalljen e natyrës. Faleminderit zonja Prenda, unë do isha lutë që na thoni edhe pak për festën e Elbasanit, pra qendra festës së ditës së verës është Elbasani. Dhe unë do isha lutë juve që të na thoni disa gjëra. Më duket e kanë gjetë si epicentër, me qenë se është pothuajse mesi i Shqipërisë Elbasani, apo një qytet vërtet me tradita, ku njerëz nga të ratrevat e Shqipërisë në këtë ditë kaq të veçantë të vitit të dynden në qytetin e bukur të Elbasanit për ta festuar brenda kalas. Elbasani, qendra e festës së verës në hapësira shqiptare. Qyteti i Elbasanit konsiderohet si zemra dhe qendra kryesore e festimeve të ditës së verës në hapësira shqiptare. Pikërisht në këtë qytet janë ruajtur me shumë përkushtim traditat e lashta të kësaj feste, duke u trashëguar brez pas brezi si pjesë e rëndësishme identitetit kulturor.
Elbasani shquhet veçanërisht për ruajtjen e zakoneve tradicionale dhe gatimeve tipike të kësaj dite. Ndër më të njohurat është përgatitja e ballokumes, ëmbëlsira simbol e festës, e cila sipas traditës gatuhet me receta të vjetra familjare që ruhen me fanatizëm në këtë qytet. Çdo vit, Elbasani shndërrohet në një qendër të madhe festimesh, duke tërhequr vizitorë nga gjithë Shqipëria dhe nga trojë shqiptare. Në qytet organizohen aktivitete të shumta kulturore, artistike dhe kulinarisë, karnavale dhe veprimtari të tjera festive që krijojnë një atmosferë të veçantë të gëzimi. Sipas traditës popullore, festa lidhet edhe me legjendën e zonës Qermenikës, e cila i jep kësaj dite një dimension mitologjik dhe e lidh më fort Elbasanin me historinë e kësaj feste të lashtë. Përmes këtyre traditave dhe festimeve madhështore, Elbasani mbetet edhe sot simboli dhe qendra kryesore e ditës së verës, duke ruajtur gjallë një nga festat më të bukura të kulturës shqiptare. Edhe një herë vetëm t'ju them gëzuar dita e verës. Urime e gëzuar. Faleminderit zonja Prenda. Për këtë mbrëmje. Ne në fakt ndoshta ndihem unë pak fajtor, pasi për këtë podcast shumë vonë e kam bërë njoftimin. Njerëzit kanë qenë të zënë me festën, me punët e tyre dhe na kanë ardhur pak poezi. Unë do i lexoj ato që na e kanë ardhur, në qoftë se dikush është interesuar të dërgojë në messengerin tim apo Radio Sibilat, është i mirëpritur. Faleminderit zonja Prenda, pra siç e paralemër edhe zonja Prenda pra pjesën letrare ose pjesën e orës poetike, pra neve tani më po kalojmë nga festa e ditës së verës në orën poetike, të cilën e ndajmë për hir të ditës së verës. Dhe e lutem zonjën Prenda Sejdia që të fillojmë me leximin e poezive që na kanë ardhur. Ndërkohë kemi edhe një poezi në të ardhur zonja Prenda dhe sigurisht atë më vonë do marrim e do lexojmë nga zonja Kumria Vdivli. Patjetër, me kënaqësi. Unë do ja filloj me një poezi nga Juzo Tikzim, pasi kështu e kam renditur. Faleminderit shumë. E kam marrë nga Facebooku jot në fakt. Dita e verës, meditim poetik. Në agimin e një marsi të lashtë, kur toka ende mban në gjoks frymën e dimrit, zgjohet një kujtesë më e vjetër se fjalët. Ajo quhet dita e verës, por në thelb është vetëm një rishikim i dritës në shpirtin e botës. Më fal. Në kodrat ku dikur qellonin i lirët, zjarret ngriheshin si lutje të kuqe në qiell. Flaka nuk ishte vetëm zjarr, dhe mendimi i parë i njeriut që kërkonte kuptim në univers. Dhe njerëzit kërcejnë mbi të, jo për të sfiduar flakën, por për të kaluar nga një dimër i brendshëm në një pranverë të padukshme. Në atë natë të lashtë, një zonë e malit që zbret nga mjegulla e kohës. Ajo nuk sjell vetëm pranverën, ajo sjell kujtesën se edhe errësira është pjesë e ciklit të dritës. Dimri largohet si një plak i heshtur, duke lënë pas pyetjen e përhershme: a është pranvera vetëm një stin, apo një gjendje shpirtit në ndryshim? Në duart e fëmijëve lidhet një fije e hollë, e bardhë si fillim, e kuqe si gjaku i jetës. Kjo është verorja, një metaforë thjesht në ekuilibrin mes dritës dhe dhimbjes. Në qytetin e vjetër të Elbasanit, duart përzihen në brumin e ballokumeve. E në bakri që mbajnë kujtimet e shekujve, mielli gjallë, pivezët dhe sheqeri bëhen rreth një zjarri, sepse çdo festë është në thelb një përpjekje njerëzore për të mos harruar se jemi bashkë. Në mëngjesin e parë të verës, njerëzit dalin në natyrë, jo për të parë pranverën, por për të kuptuar se pranvera ka qenë gjithmonë brenda tyre, dhe kështu çdo vit
Kur dielli ngrihet mbi tokë, historia, miti e shpresa bashkohen në një qast të vetëm, sepse dita e verës nuk është vetëm një fest. Ajo është një kujtesë e një mençurie të lashtë, se universi jeton në cikle, se dimri është vetëm një rrugë drejt dritës dhe se njeriu në thelb të ekzistencës së tij është gjithmonë duke pritur ardhjen e pranverës. Gëzima e Geraj. Faleminderit zona Pranda. Faleminderit në interpretimin e bukur që i bëhet poezisë sime. Faleminderit shumë. Faleminderit ju për vargjet e bukura. Miranda Troci Derti. Toka që më dha emër e botuar në librin tim me këtë titull. Thot Miranda normalisht. Në mes të këtyre valeve që ushëtin e vërshojnë, ku malet pusin diellin e piqen me ret, krenarin e emrin ndërshekuin altësojnë, këngët e barinjeve të naq, shpirtin si një sonet. Kjo tokë që më dha emër dhe terra të bëhet lule, kur orgjineta me kojzakun nuserojnë, bashk me drinin që sheku ish superkule, këm krysh braktisjen qajnë, heshtur në rënkojnë. Kjo tokë që më dha emër, rrjedh gjaku i babalarëve të mi, që ndër bedena rriti trima e vjetar, u prinë në faqe të parë, 9 maleve në kreni. Në këngë rapsodesh e vargun tim emrin të mbajnë gjallë. Në shkamin e ultësis, kurrë reqiani së shtull, për para çdo kaçeri kur s'është përkull, nderin e lanë me plumb e fjala kur s'bëhet ty, besa kur s'luhet me të, s'ka ma hiq. E kësaj toke që më dha emër, borgjin kur s'mund t'ja shlyj, bukën e penën kur se ngjynë në tradhti. Se ku folet ajo fjale vihet tu që vula, s'kish qare me i lujt, kanun e ligj, ish pleqnia, besën der, në gryk holla me rujt. Në të kohë, si për mallëngjim, dimijat me turp e me marre, se koritshin shamin që na palkojke mbi kry, dorën e të pabesit se pushim për as një kahare, e kjo tokë që më dha emër, s'duron kur marrëzi. Miranda Troci. Faleminderit Mirandës, faleminderit ju zona Pranda. Faleminderit ju gjithashtu. Shpresa Fundo Gjergji, i qel syt me pranverën, o manushaqe e rallë, që qel me diellin e agimit, nga vlaget tokës vallë, kryet ngrej prej gëzimit, ka që bukur me pesflet, ardh si kuror mbretërore, me ngjyrë fisnike të shenjt, e rallë, vërtet, si një shenjtore. Elegante me kryet plot nur, e pafajshme në diellin e prillit, manushaqe ëmbël, sikur të t'i dija të fshehtat e shpirtit. Pyjeve lëndinave kërkova, të gjeta krenare në zgjim, aromën ndjeva, një hop qëndrova, u lehtësova, nuk ishte zhgënjim. Violën tapiva, e modehen syt, me aromë zemrën më ngrohe, kjo dashuria ime për ty, me flet si erë pranverore. U dashurova me ty si fëmijë, ëmbëltoje me sfladit dhe erës, s'më zhgënjeve vërtet ishe magji, manushaqja ermire pranverës. Për ty kam kënduar sa herë, zërin ti me njihje, e dëgjoje, sa dashurie ndjerë, me shenjtërin tënde dëshmoje. Jo, nuk je kur zhgënjim, aroma tënde ma teku penën, çdo prill vjen si shpërblim, kur sytë qel me pranverën. Shpresa Fundo Gjergji. Faleminderit, dhe ne e përshëndesim zënë Shpresa Fundo Gjergji. E përshëndesim vërtet, Shpresa Zurnaci.
të kam kërkuar. U ktheva gjithë me dëshpërim, me shpirtin hel me vrerë, as loti më s'më ndrit në sy, nga malli zjarrit mushter. Kam kërkuar pa pushim, në përkrojet e tua, po s'është miku yt këtu, kujt këtu, mu përgjigjen krojet mua. S'është miku yt këtu më tha, i blerti monopat. Nuk është mikja mu përgjigj, dhe bora për mbi shpat. Të huaj zëra në atë qast, i dëgjoja nga larg, edhe ma mekën frymën mua. Nuk është ai, këtu më thanë. O, sa kujtime pa pushim, më shkojnë në përmend. Përse, o mik, të gjet aty, prap në vendin tënd? Shpresa Zurnaci. Vargjet bukura. Faleminderit. Shpresa, përshëndesim në zënë Shpresa në Turqi, atje ku jeton tani. Meri Kusi, përshëndetje të gjithë dhe kudo që jeni, gëzuar ditën e verës, qofti mbar. Le të kalojmë bukur këto festa, të kemi shëndet e jetë, të festojmë bashkë. Se nuk e dimë çfarë sjellora, të paktën të jemi të lumtur. I buzëqeshni jetës, se nesër është ditë e re, na fak e re. Urime gëzuar e Zoti ju bekoft. Faleminderit Meri, dhe na i ruash ballokumet e Elbasanit, sepse kur të vim një herë në Elbasan do i kërkojmë. Faleminderit. Ne përcollëm dhe pamjet që keni dhënë dhe imazhet tuaj në Facebook, dhe sigurisht se ne ju përgëzojmë dhe ju urojmë ditën e verës edhe juve në Elbasan. Faleminderit shumë. Do shkojmë atje gati në mesdhej, pothuajse në Kret, tek Laureta Malaj. Me poezinë Dita e verës, gëzuar ditën e verës. Erdhi vera plot me dritë. Dielli qesh në çdo dritare, lulet qelin me gëzim, gjithçka ndihet në mosqare. Era sjell aromë pranvere, zor shkëndoi në papushim, fëmijët qeshin në rrugë me ballokumen gishtëri. Gëzim ngjyra e jetë e re, gjithçka qel si një vleri. Leta festojmë me dashuri, dita verës na sjell gëzim. Dhe Laureta Malaj, faleminderit Laureta. Faleminderit Laureta, përshëndetje. Gëzuar. Kemi një tjetër poezi, poem nga Elbasani. Julisono dhe Ditë vere. Që nga koha, kur njeriu fliste me flakën, pyllin e kishte si mëmën e tij, e lindi kjo ditë. Ditë e lashtë sa toka, ku dimri i dorëzohet pranverës së dritës. Në këtë mëngjes, Elbasani zgjohet si një altar i vjetër, dhe njerëzit mbajnë në duar pije të bardha, të kuqe, ndërthurur me styre me fatin, me diellin. Aromë ballokumesh, shpërndan era mbi qytet, ruajnë kujtesë së gjyshesh, zanën djanën nga thellësia e shekujve në tjerë. Zor shkëndojnë mbi çatit e qytetit, jo vetëm për pranverën, por për ciklet mistike të jetës, që gjithmonë kthehen. Dhe ne kalojmë mbi zjarr, si ur nga dimri në pranverë, si një portë e padukshme nga errësira në dritë. Çdo ditë vere, si një rilindje e botës, ku njeriu qoftë edhe për një ditë, kujton dhe kupton se është pjesë e saj, dhe Julisono. Faleminderit Juli. Përshëndesim edhe ne Julisonën në Elbasan dhe e urojmë për ditën e verës. Urojmë ta kalojnë bukur në Elbasan. Edhe ne i urojmë një verë të këndshme, të shëndetshme, të paqë, atij Elbasanit dhe mbar shqiptarëve kudo që janë në trojë shqiptare, por jo vetëm, sepse ne kemi shumë shqiptarë në emigrim. E përshëndetje shumë të ngrohtë shkon për secilin prej tyre. Faleminderit zënë. Brenda se i dia dhe dita e verës, zgjimi dritës. Në prag të marsit, kur dimri i lodhur mbështetet mbi shpatullat e maleve, tokës i zgjohet kujtesa e lashtë. Në damaret e dheut rrjedh një këngë i lire.
Një pësherëtim e vjetër sa gurët, që thërret diellin të rikthehet. Dita e verës vjen si një fjalë e harruar e stërgjysherve, si një zjarr i ndezur në mes të natës, që djeg hijet e dimrit, e në atë zjarr hidhen frikrat e vjetra dhe nga hiri tyre mbi një pranverë e re. Pemët hapin sytë e gjelbër, era mbledh aromen e tokës së lagur dhe dielli si një bari i artë pullot dritën mbi fushat e botës. Në kyçin e dorës një verore e thjesht, lidh kohën me shpresën si një premtim i bardhë dhe kuq mes borës dhe qiellit. Dhe kur dallëndyshja e parë shtruan në ajër një bark të hollë, njeriu e kupton se stinët janë vetëm metafore shpirtit, sepse çdo pranverë nuk lind vetëm në pemë, por edhe në brendësitë njeriu, si një dritë që nuk plaket. Kështu çdo 14 mars në gjakun e tokës shqiptare ringjallet një kujtesë e lashtë, se jeta është gjithmonë një dimër që mëson të bëhet pranverë. Ne kemi edhe një poezi tjetër, Lulet e pranverës, Laureta Malajt. Apo ishte e njëjta? Dita verës, jo, Lulet e pranverës. E solle pranverën me lule zbuluar, dhe aromën e luleve e hape mbi të, të ndakilat qelur tokën zbukuruar shëtisnin me fllatin të qelura pa zë. I mblodha agimet me freskinë e tyre. Në çdo rrugicë i hodha shtruar me petale. Në kaltërsinë e qiellit u zhyta e gjitha, në tokën zbathur lulet hidhnin valle. Në bagjepsen lulet brënda një livadhi, e qëndrova afër të rria pranë tyre, në çdo përjetor në këtë ditë të vere, me ngjyra mbuluar ëmbël kësaj natyre. Laureta Malaj. Faleminderit Laureta. Faleminderit Laureta, përshëndetje edhe për ju, urime ditën e verës. Kumrie Abdyl Shala dhe pranverë. Arfsha në vitet tua pranverë. Mos u shterofshin ujvarat e moteve, me frutat e pyllit mos u ngopsha, as me këngën e bilbilit mos u mërzit shakur. As nga rigat e shiut që me lagin ditëve të pranverës, e me dashuri ledhatojnë në flokun e mëngjeseve të hershme. U prarofshin lulet e thanave në shtegun e arës babës, mos u plaksha pranverë në vitet tua, arsha për herë. Kumrie Shala. Përshëndesim edhe ne Kumrien. Faleminderit që keni nderuar emisionin tonë dhe urimet ditën e verës. Shumë e bukur. Ne poezit tjera të ardhura nuk kemi. Si ta mendoni zënja Prenda, nëse keni dëshirë për të vazhduar me emisionin, mund të lexojmë poezi edhe nga librat që kemi përpara, por nëse jo, atëre kemi edhe me komentet e miqve tanë që na kanë komentuar dhe na kanë ndjekur dhe edhe ato mund t'i lexojmë. Por si ta parashihni. Unë do të dëshiroja që brenda këtij programi ton zënja Prenda të hapim edhe një rubrikë me që juve këto ditë keni marrë 2 libra për fëmijë të botuar që përkojnë sigurisht edhe me stinën e fëmijëve, pra stinën e pranverës. Pra do të dëshiroja që ne në fakt nuk po kam ndonjë dëshirë të madhe të flas për librat përveç se t'i paraqesim. Jo, unë jam i interesuar që ato t'i paraqesim, janë një sukses i cili sillet botës së fëmijëve dhe neve këtu kemi orën letrare, të cilën mund ta shfrytëzojmë për të promovuar në një farë forme pak a shumë edhe 2 librat që ju sapo keni botuar për fëmijë. Dhe unë ju uroj edhe një sukses dhe një urime
për hyrje në letërsinë për fëmijë, pra një hyrje e suksesshme dhe dalja me 2 libra për fëmijë. Shumë faleminderit. Sigurisht se ato shtojnë bagazhin tuaj dhe shkojnë te 55-tat, por 2 librat për fëmijë pra janë një hyrje që një hyrje e re në botën e poezisë, tregimit, përrallës për fëmijë që ju i keni sjell me sukses dhe janë 2 libra të mrekullueshëm që na kanë ardhur tani më. Faleminderit, unë e thash edhe një herë, nuk po kam ndonjë dëshirë shumë të madhe të flas vetëm për librat e mi. Unë dua të paraqes që të 5 librat që unë kam në dorë. Pra janë 2 tuaja, 2 të mia dhe 1 e Besarta Shkodrës. E në fakt, pa dashur të dalim as nga tema, ky vit është, ne kemi shpallur që në fillim vitit viti i letërsisë për fëmijë, dhe ne vërtet po punojmë me aq sa mundemi, shpresojmë që edhe shkrimtarë të tjerë do t'i bashkangjiten kësaj firme, pasi tregu shqiptar, tregu i letërsisë po e them, është shumë e cunguar, shumë e mangët me letërsi për fëmijë. Nuk është e drejtë ne të krijojmë për të rritur për momentin, derisa të kompletojmë atë boshllëk që është për krijimet për fëmijë të zhanreve të ndryshme. Unë këto 5 tituj i kam çuar në bibliotekën e qytetit në Lezhë, dhe unë pash kënaqësinë që punonjësit treguan dhe thanë shumë faleminderit për këto libra, sepse po vinë t'i kërkojnë libra për fëmijë dhe ne nuk kemi. Ka kohë që nuk kanë sjell. Pra, kjo është një thirrje për të gjithë krijuesit. Pra, përpiqem të shkruajmë për fëmijë. Nuk është e drejtë që shtëpitë botuese të detyrohen me shku në nuk është e drejtë të detyrohen të shkojnë në Turqi apo në shtete të tjera me marrë licencë atje, me sjell për fëmijët tanë krijimet huaja. Unë po marr, meqense unë do isha lutë zonja Prenda të shkojmë një nga një ta prezantojmë. Meqense Gëzimi hapi këtë temë, unë po shpjegoj shkurtimisht. Ky libër titullohet Nga Lezhë në hyje, ku rriten fëmijët. Por ky libër e lexojnë fëmijët e Lezhës me kurreshtje dhe frymëzohen sepse flitet për Lezhën, flitet për Shqipërinë, flitet në librin tjetër flitet për Kosovën, për shembull. Por kur të vjen një libër nga Turqia, ai flet për Izmirin dhe do fshatrat Izmirit, që fëmia shqiptar nuk ka interes se çfarë bëjnë fëmijët e Izmirit në një fshat atje në Turqi që s'po di emrin në ndonjë fshati. Pra kjo është arsyeja pse ne po kemi shumë interes të krijohet në librat për fëmijë. Këto libra nuk janë për ne. Këto libra janë për fëmijët shqiptar. Dhe secili prej nesh duhet ta marrin seriozisht. Zënë Prenda, do isha lutë që librat t'i prezantojnë, me që e filluam t'i prezantojnë një nga një në monitor atje, që të paktën të informohet edhe shikuesi dhe dëgjuesi ynë. Ky është një libër me tregime për fëmijë, ku ka edhe fëmijë për të cilët u përmendit emri, histori që kanë bërë, ndjehen shumë krenar, ndjehen të motivuar, të frymëzuar. Një libër i tjetri prapë me poezi, që brenda tyre ka shumë tema atletare, për gjithmonë në përshtatje me moshat e vogla. Pra këto ishin 2 librat e mia. Njëri titulluar Nga Lezhë në hyje, ku rriten fëmijët, dhe tjetri Mbretëria e Kronolandit, ku koha ka emër. Vazhdojmë me librat e zotit Gëzima Igeraj, tregimi për fëmijë, me tema atletare, ku çdo fëmijë që ta kishte në dorë, do t'ishte krenari ta lexonte. Të gjitha librat janë të pajisura me figura. Pra, janë pajisura me figurat përkatëse në lidhje me temat. Gjithashtu malli që këndon. Edhe këto sërish, siç e thash, janë të gjitha me figura.
Gjithashtu, si që është lajmëruar edhe në përmes rrjeteve sociale, Besarta Shkoza vjen me librin e saj të pestë. Një libër i mrekullueshëm. E urojmë edhe ne Besin, dhe sigurisht është një krijuese e mrekullueshme e cila tani më po ecën shumë sigurt dhe me hapat sigurta në letërsi dhe në atë për fëmijë, sepse siç e dini, Besi është ende e moshës së re dhe është një krijuese e re, por po ecën suksesshëm. Pra librat janë të ilustruar edhe me vizatime brenda për brenda, si ato me tregime, ato me poezi apo përralla, dhe janë shumë të këndshëm edhe për botën e fëmijëve. Dhe unë uroj që të gjithë ata që kanë interes pra ti marrin të lexojnë, sepse ja vlen të lexohen, ka shumë brum, ka shumë tema të bukura, ka shumë çka të mësohet brenda atyre librave. Po, zoti Zim, nëse ti ke në një poezi aty apo... Mendoni nga bota e fëmijëve, apo? Jo, s'është problem, por t'jenë poezi të bukura pasi ne jemi në natë festive. Çfarë të themi, unë nuk preferoj shumë me lexu, po... Po lexoj një poezi nga Gëzim Ajgeraj dhe titullohet Gjuha e metaforave. Kur të nisesh në udhën e lirisë, merr me vete fajën e qëndresës, shtrëngo rripin e guximit, në shënjestrën e trimërisë, maleve jep u jehon, kur të ndeshesh me ujë kunezi. Kur të nisesh në dasmën e mikut, merr me vete gjithë yjet e uratave, zbrit zotat e dëshirave për lutjet e mirësit, nxirr nga ajka e shpirtit dëshirat e bardha për breznit. Kur të nisesh në ngushëllimin e mortit, merr me vete dhembjet me peshën e bjeshkës, ndiz një kandil drite, mbi kujtimin për mikun, shokun, a mos e lëdhimbjen pak pikloti, një herë ikën ajo. Kur të marrin udhët, merr me vete shpresën e kthimeve, zjarrin e mallit mos e le, të ta shuajnë dekadat në gji, harrimet mos të mallkojnë, e emri të shuhet. Gëzim Ajgeraj. Faleminderit zënia Brenda, faleminderit shumë për Faleminderit. këto emocione që na sollët neve. Metaforat që ka poezia janë breslëmse. Do kisha dashur që edhe ndonjë poet tjetër, nëse keni përpara libra të lexojmë nga ndonjë poet tjetër. E po, miq të nderuar, derisa zonja Brenda na sjell edhe ndonjë poezi të saj, neve do të lexojmë edhe diçka sa për të kaluar edhe çaste së bashku, por edhe për të sjellë ndonjë metaforë për çastet tuaja të bukura. Nga një cep i Evropës. Çdo ditë me nga një këngë malli ja mëkojmë dhimbjet atë dheut. Mëngjeseve të ershme kur alpet qelin syrin e na shikojnë me lot në sy, tek ngarkojmë mallin mbi krahat e dallëndysheve të mallit. Nxjerrim nga sanduku i kujtimeve dekadat e lëna në një qoshk dhe i ledhatojmë ato si faqet e fëmijës se posa zgjuar nga gjumi. Flet për flet ja shpalosim kujtimet, her vjen si imazhe, her si vegim mbi hapësirat e përmallta. Sikur nafton plot për mallim, në një strofull të harruar diku në vrina e të shkrumbuar ai vegim i përmalt. Her vesh qastet e përmalta me freskinë e mëngjeseve të sharrit dhe zbret diku mes hijesh tek ja merr këngës bashk me zogj të ndërlisa. Dhe për plot me dhimbje shtrëngojmë imazhet e alpeve përreth e i shtrydhim kujtimet në qoshkun e një arke të përmallimit ku ruan dekadat e udhëve të tua.
Po, zënë e prenda. Në fushën e ëndrave, në ngelen motet. Mbi kokën e tyre, zbardhi bore alpeve. Dhëmbira udhëve në për gjeografi, buzëqeshja e vrarë mbi imazhin e ikjeve ka ngrirë, kthimet mbështetur janë mbi krrutën e thyrë. Portën lëre hapur. Më duket se po më bën pa drejtësi sepse po lexon nga poezitë e mia shumë madje, por unë do të dëshiroj. E them në kuptimin pozitiv. Jo, nuk po gjej poezi, unë mora një të Ibrahim Abdylit, po ai ka poezi që si shkojnë kësaj nate. Le të lexojmë diçka, të paktën janë arte dhe kanë metaforë. Po. Heshtja e bardhë, thot Kumria Abdelshala. Bisedojmë me fletën e bardhë, me stilolapsin me ngjyrë. Ta durim të fort keni, askën nuk e quani të marrë. Sa shumë fjalë duron moj fletë e bardhë, e ti, stilolaps që ngjyrë lëshon. Gjithmonë heshtni. Ju të dy shok, duroni çdo fjalë, çdo dëshirë, çdo gënjeshtër, çdo lumturi, çdo vendim me vend e pa vend, çdo iluzion, çdo ëndër me syçel. Ti, flet, heshtëri po ashtu e bardhë, deri në çastin kur ne, njerëzit, të dhunojmë me çdo fjalë, me tak e pa tak. Nga një herë them, sa me fat që jeni, gëzoni çdo pseudo krijes, u alejoni hapësirën të gjithëve, të zhgaravisni pa mëshirë, edhe ata që ndrojnë pa bazë. Sa e fort je më i fletë e bardhë, çdo herë shnrit si margaritar, para të mirës e të keqes, çdo ditë ta ndrojnë fytyrën me ngjyra si ylber, dhe prap hesht, e duron çdo siklet mbi ty, njeriu shkruan, fleta duron çdo fjalë. Kumrie Abdelshala. Faleminderit Kumrie. Faleminderit Kumrie, vërtet suksese. Shumë të bukura. Dua një aeroplan. Merita i lutet mamit, krahë hapur si vrapon, dua të ngjitem në qiell të aeroplanit të shkoj. Pastaj ndër ne, me të dua të luaj. S'do ta prish as pak, si kukullën do ta ruaj. Jo më i bie mamit, s'është lodër për loj, me të dashurit tanë nga mërgimi vinë shkojnë. Do t'i lutem babit, mua të më blej, gjagjin tanin e ardhin, në Kosovë të mi kthej. Malli që këndon. Faleminderit se më prenda. Në Kodrën mbi fshat, rreth pyllit në lëndin, në pronën e gjatë sokolit, dy lepurushë rrin. Gjithë ditën e gjatë luajnë e vrapojnë, nga ndonjëherë fëmijët pak i shqetësojnë. Gjasokoli i mirë nën kujdesim ban, zguxon asnjë gjaftar andej të bëjë ban. Edhe fëmijëve u ka thënë, mos u afroni pranë, te strofullar lepurushve të rinë qetë, pa zonë. Dy lepurushët. Të poezi për fëmijët. Do isha lutë edhe nga libri juaj të na lexohet diçka. Është libri im i parë për fëmijë dhe nuk. Jo, gjithsesi është mirë, sepse neve po proklamojmë gjithë ditën që edhe po bëjmë ftesë që të gjithë krijuesit t'i qasin pak letërsisë për fëmijë. Ju i thatë shumë arsye dhe shumë arsye me vend më herët që i thatë, pra
neve duhet t'i qasim letërsisë për të mos na depërtuar pra kultura dhe mentalitetet të huaja, si që thatë ju edhe pa qoftë edhe nga ato fshatrat atje larg. Faleminderit. Mbretëria e Grënlandit ku koha ka emër dhe muajt me kurore feste. E bukur kjo poezi. Shumë faleminderit. Në një mbretëri të fshehtë, Kronoland quhet ajo. Jetonin 12 vëllezër, muajt e vitit me fuqi e magji të rrallë. Secili kishte zërin, ngjyrën dhe hapin e vet, dhe vit pas viti vallëzonin bashk për të mbajtur botën e gjallë. Janari i Kristinës erdhi shpirti bardh, si borë që mahnit fëmijët. Shkurti prend, vetbesim, artdashës, vizionar dhe zgjuar. Marsi fazilet, sjell aromë pranvere, trilli sundin sy shqipojnë, marsin e dashur e lule bora, por si dallëndyshe në çdo fush. Muaji me aromën e luleve, zetin e Albertën, qershori e ndrijetës me ëmbëlsi plot fush. Korriku i djorit e linës me ballin lart e plot nder, gushti Rafaelo e Martin, arkiv libri Esenc, gëzim e Elisa, Bollek, nga shpirti gjerë. Shtatori Jozefe Sokol, të mençur me libra brenda jashtë dheut. Tetori mbush hambaret me misër të art, Almaid e Elon. Nëntori Petrit me festa e dashuri për atë dheun e shtrenjtë. Dhjetori i fundit, me qyrkun veshur me zborës së bark, mbyll vitin ngadalë, duke na dhuruar shpirt ngrohtësi, kapnin duar dhe fillonin vallen rrethotës, ashtu në hare, pritet viti i ri. Kështu dimri zbarte, pranvera çelte, vera ngrohtë, vjeshta jepte botës ngjyrat e arta. Vallja e muajve vazhdon vit pas viti, na mëson se çdo kohë ka bukurinë e pamat. Ashtu mrekullit përjeton njerëzimi, gjithnjë paqim, shëndet, lumturi e suksese, jetofshim me muajt sa më gjatë. Faleminderit zonë e Pranda, një poezi e mrekullueshme për botën e fëmijëve, mirë po kap shumë hapësira dhe dimensione të gjëra të personazheve që uroni e sillni ju në brenda këtyre muajve pra. Ashtu siç është edhe kjo stinë e ditës së verës, pra ashtu ju keni përmbledh në stinë të ndryshme edhe personazhet që ju i keni identifikuar në poezinë tuaj. Unë do isha lutë që të na zgjedhni edhe të dashurit një brenda, ke parasysh familjar, nipa, shoqe. Faleminderit shumë, unë do isha lutë që edhe një apo dy poezi nga ai libër të na i lexoni, sepse janë poezi shumë të bukura. Shumë faleminderit, sikur mos të rriteshim kur plotësisht. Sikur zemrën e vogël ta mbanim. Si fëmijë që qeshim, luaj me duam pambarim, bota do ishte më e butë, më plot dritë, pa xhelozi e hatërmbetje, pa nxitim. Në një ditë tetori, dita që e artë, dada unis tek librit plot mall e dashuri, për Albin e Rejn, Martini e Diori vogël, ishin plot botë, zdukeshin si fëmijë. Ne nuk ham pa dadën tanë një zëri, dhe durimi i skalitur, si shte asora së tavëllin. Në tapet u shtrua dreka si dikur moti, dhe qeshja u bë krip, më shishme se çdo ushqim, motiv për ditën pambarim. Në mbrëmje shëtitën në hënë e yje, me gazelojrat, formuar plot dije, fëmijët flisnin me mendim të thelluar, të vegjël në mosh, por aq të bekuar. Atë mbrëmje dada e vëzhgoi ngadalë, fëmijët din të duan, pa kushte pa fjalë, të shijojnë në qastin të mos harrojë më gëzimin, e mbajnë të gjallë çdo copës kujtimin. Sikur edhe ne, kur rritemi shumë, ta ruanim fëmijën brenda shpirtit ton, nuk mund të thonim keti e skamun, në shpirt të njëri tjetrit, tjetonim gjithmonë.
Mrekullisht e bukur, shumë faleminderit zënë e Prandë. Mrekullisht poezi e fuqishme që sigurisht se i takon botës së fëmijëve, por se ka shumë metaforë brenda për brenda. Do isha lutë edhe një ose dy poezi na i zgjedhnin nga ai libër sepse më pëlqen ai libër, pra miq të nderuar. Vërtet faleminderit. Vogelushët festojnë. Vogelushët festojnë me zemër plot gëzim. Në ditë madhështore këngë hare pambarem, festat tradicionale vinë në fundvit, me drita që shkëlqejnë në natë e ditë. Në bulevard e shëtisin dorë për dorë, në ndrita florescente që ndriçojnë në çdo orë, sfidojnë motin të qeshur e të gëzuar, dimri si ndal, janë zemrat lumturuar. Janë këta voglush zemrat na gëzojnë. Elisa, Albi, Lidja, Rej, Sundi, Bukurosh, Martini, Diori, si shpirta binjak, me zemër o yje, gëzuar ju urojmë. Lagjet e lezhës shkëlqejnë si për rrallë, me drita vizulluese anë mban, tregje dyqane plot ngjyra e gaz, zbukurime festive të mbushin me ëndras. Ditë të ëmbla që mbeten në kujtim, yjet vegjël ju, zemrat e fëmijëve, liderët e së ardhmes, jeta ju ardh gjithmonë plot shkëlqim. Faleminderit. Faleminderit ju. Do lexojmë edhe një poezi për Tomasin Roja Fitores, për ta mbyllur për sonte. Me duket se edhe zënja Kumri edhe një poezi ka dërguar, por ta shohim pas poezisë që do lexoni ju. Në por qëndron një djalë trim, me doreza, sy plot shkëlqim. Kur topi vjen si rupe, Tomasi spriksohet, jo përbes. I vogël në mosh, por zemër madh. Luajnë me u 13, ai s'ndalet as pak, me dëshirë, forcë dhe karakter, çdo ditë na mëson se që është të vlerë. Ëndrat s'kan moshë, s'kan kufi. Kur beson fort, punon me zell çdo ditë, Tomasi fluturon drejt çdo topi, si shqiponjë që mbron falezën e tij. Vazhdo kampion mos u ndal kurr, se portieri është shtyllë e sinqert, jo thjesht lojtar, por zemër ekipi, Tomasi ynë, krenaria e fushës së blert. Faleminderit. Në fakt e lexova për Tomasin, për këtë djalin e vogël, pasi ka fituar çmimin parë në rang kombëtar dhe vërtet meriton të flitet për fëmijët të cilët kanë brenda vetes shumë pasion, sjellin vlerë, jo vetëm vlerë, po i bëhen inspirues për moshatarët e tyre, por jo vetëm. Po zënja Prandë, më duket se kemi edhe një poezi të zënjes Kumri Avdyli, më duket ashtu. Libri ka shumë poezi, vërtet janë bukura, por mendoj që ka rradh një herë tjetër dhe sigurisht se neve sot vetëm deshëm të informojmë pra shikuesit e podcastit tonë dhe neve në të ardhmen do bëjmë edhe promovim këtyre librave dhe librave që do të vinë, sepse neve kemi mjaft libra në proces të botimit, të cilët veç numrojnë ditët pra. Erti pranvera, thot Kumria Vdilshala. Në orën e thatë të mbushur me thera, në botën e vogël, erdhi pranvera. Zogj ciceroj në lloj-lloj melodish, si zëj Mojsiut që botën e ka përfshi. Aty në kodrina në pyje,
të shpeshtuar gjallësa të bukura këndojnë, vrapojnë, ecin e fluturojnë. Edhe zbaranikët me ngjyra bardhë dhe zi e gri, në dushkun e thatë e në barin e ri, zbariten fshehurazi me shpejtësi. Për mbi lule bore e lule manushaqe, flutrat hedhin valle në livadhe bashqe. Shijojnë aromën pranverore me nxitim, se jetën e kanë të shkurtër, e kanë shpëtim. Bujku me traktor gumëzhin në male ara, ca ngarkojnë drunë të thatë, ca lëvërojnë ara. Të gëzuar të gjithë që na erdhi pranvera, edhe arju me vrap del nga shpella. Dielli rrezet i lëshoi në gjithësi, erdhi pranvera o sa bukuri. Punoni, jetoni me nder e krenari, punët përfundoni, qetë e me lehtësi. Kumrie Abdyl Shala. Faleminderit Kumrie. Faleminderit Kumrie. Faleminderit Kumrie, faleminderit secilit poet që sonte kanë sjell vargjet e tyre për të lexuar në këtë podcast. Faleminderit miqe që keni qenë me ne, na keni dhënë përkrahjen e duhur për të qëndruar sa më gjatë. Vlerësim e respekt për secilin prej jush. Po zot i gzim, besoj që Faleminderit edhe nga unë, pra faleminderit gjithë miqt që sonte na nderuan në këtë ditë të vere, duke na sjell edhe poezi për orën tonë poetike, të cilën e kemi organizuar për nder të ditës së verës. Neve miq të nderuar, tani më po shkojmë drejt fundit dhe mendojmë që ndoshta zonja Prenda Sejdia do na i lexoj edhe disa komente që kanë ardhur, sa të mundim t'i kapim në përfaqe nga gjithandej ku janë shpërndara ato, si dhe pëlqimet që na i kanë bërë për emisionin ton. Miq të nderuar, ju jeni të nderuar gjithmonë dhe mirë se vini gjithmonë në emisionet tona, pa qoftë edhe ato në promovimet e krijimeve tuaja dhe librave tuaj. Jeni të mirëseardhur gjithmonë, por neve sot, pra në këtë ditë, ju urojmë ditën e verës për më shumë suksese që të keni ju në këtë verë dhe në këtë vit të mbar. Faleminderit ju që keni pëlqyer programet tona. Elena, Ylke Shala, Trita Meshi, Prek Shkoza, Lori Damala, Gzima Igeraj, Boris Idia Shkoza, Shpresa Zurnaci. Boris Idia Shkoza, emision të mbar me kënaqësi, presim të dëgjojmë urime. Hasie Ramadani, suksese për realizimin e emisionit dhe Laureta Malaj, urimet më të mira për emisionin tuaj, plot vlera, miqtemi të dashur, gëzuar ditën e verës, qofshi gjithmonë të bekuar, emision të mbar e respekt. Ju falenderojmë e urojmë gjithë të mirat për një verë të shëndetshme, të mbar e të begat. Qofshi të lumtur bashkë me familjet tuaja të shtrenjta. Alma Gjela e Shkoza, nuk e di pse nuk më dalin komentet. Tek podcasti flas. Alma Gjela e Shkoza, përshëndetje, gëzuar ditën e verës, urime për emisionin dhe gjithë stafin tuaj, ashtu edhe për ju dy drejtues të emisionit, për zotin Gzima Igeraj dhe për zotin Prenda Sejdia, respekt e mirënjohje mike, faleminderit për urimet, për komentin, për kohën, shëndet e mbarësi e një verë plot begati për ju. Ku t'i gjejmë këtë libra, thot Hasie Ramadani, faleminderit për pyetjen, ne do bisedojmë për këtë. Miranda Troci Derti, gëzuar ditën e verës, Radio Sibilat e Veriut, një verë të bardhë, suksese pa fund. Shëndet e suksese dhe për ju Miranda, plot frymëzim. E nderuar Prenda Sejdia, të falenderoj me zemër për recitimin e poezisë time, thot Kumria Abdyl Shala, për zemërsisht ju falenderoj.
Jeni mirëpritur e mirë se ardhur në emision sa herë që ne kemi podcast nderuar mike. Elena Helena, Angelina Pecaj, Hasi Ramadani, Ylke Shala, Artan Marku, Kumria Dylshala, Fat Mushe Gërguri, Almajila Shkoza, Hasan Uklala, Rina Gega, Abdul Arifaj, Lulieta Bushi, Prena Prendik, Zemajgera, Miranda Trocideti, Boris Idja Shkoza dhe Shpresa Zurnaci e kanë pëlqyer podcastin tonë. Faleminderit që jeni me ne. Ju urojmë shëndet e mbarësi, uroj që t'jeni kënaq, sadopak ne na keni dhënë gjithë kënaqësinë e duhur, por uroj që edhe ju t'jeni kënaq sadopak në këtë emision të sotëm, që ne jemi përpjek t'i japim më të mirën e mundshme. Zoti Gzim, besoj që ka sërish të tjera komente, por nxjerr dot në. Jo, është e vështirë tani se duke menaxhuar edhe teknikën ti kontrollojmë edhe gjitha faqet nga i kemi, si ato në metafora, në faqen time personale, në faqen tuaj, tek pena e artë dhe sibilat, pra është e pamundur që të gjitha faqet të kapen në këtë moment dhe të lexohen. Urime gëzuar ditën e verës, qoftë mbarësi për të gjithë ne. U përshëndes ju të dy drejtuesve të Radio Sibilave të Veriut, Gzim Ajgera e Prandashetia. Faleminderit. Boris Idja Shkoza, mirëmbrëma për ju në studio, mirëmbrëma për dëgjuesit. Përshëndetje Bora. Gëzuar dita e verës, shëndet e mbarësi për ju. Edhe në hapësirat tona shqiptare, thot Hasi Ramadani, festohet dita e verës me ëmbëlsira dhe grumbullimin e familjarëve me të afërmit. Ju falenderoj, thot Kumria, edhe ju të dyve që jeni të mrekullueshëm, Zoti ju rujt edhe gëzuar ditën e verës në pranverë, paqet shëndet. Paq shëndet e mbarësi, falenderit që jeni me ne. Paqe stin të begat e plot frymëzime çdo krijues. Po Zoti Gzim, më në di shumë mirë që du të kenë ngel edhe të tjerë, sepse unë dikun pash edhe Angelina Pecaj kishte komentuar dhe i kërkoj falje që se gjej, por e përshëndes dhe falenderoj vërtet për kohën që ka qëndruar në podcastin tonë për të na dëgjuar. Shumë faleminderit secilit prej jush. Faleminderit juve zonja Prenda, faleminderit për kontributin që po jepni për auditorin ton të përbashkët, pra të podcastit ton dhe të radios Sibilat e Veriut. Miq të nderuar, pra siç po e shihni, unë Gzim Ajgera nga Zvicra dhe zonja Prenda Sejdia nga studioja në Lezhë, pra përpiqemi që të sjellim të gjitha ato të mirat risit dhe nga bota e artit dhe letërsisë, por edhe nga festat të cilat na përcjellin gjatë gjithë vitit. Përpiqemi që brenda atyre festave të sjellim të gjitha ato informacione që ne mund t'i sjellim dhe të ju ofrojmë juve që edhe ju pak a shumë të njoftoheni me festat, me rrjedhat e tyre dhe me historinë e tyre. Pra, edhe në këtë rast, pra ditën e verës, ne u përpoqëm të sjellim disa nga ato elemente që e bashkëshoqërojnë ditën e verës dhe së bashku me zonjën Prenda Sejdia u përpoqëm që këtë emision ta bëjmë sa më të larmishëm dhe sa më të begatë. Neve ju falenderojmë për kohën që keni ndarë në këtë mbrëmje të kësaj të shtuneje dhe ju urojmë një mbrëmje të bukur, të qetë, me plot të mira, pra edhe një stinë të bukur dhe të begat në vazhdim. Ju faleminderit edhe një herë.